Territori shqiptar për datën 28 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa zonat perëndimore do të kenë vranësira të herpashershme. Paraditja do të jetë e kthjellët në zonat veriore dhe lindore, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta në ulësirën perëndimore dhe Bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë me diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 28 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 28 dhjetor do të jetë rreth orës 7:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 5 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 0 deri në 8 gradë Celsius. Peshkopi, 2 deri në 8 gradë Celsius. Tiranë, 7 deri në 12 gradë Celsius. Durrës, 6 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj, 4 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan, 7 deri në 11 gradë Celsius. Berat, 5 deri në 12 gradë Celsius. Korçë, 0 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë, 8 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër, 5 deri në 11 gradë Celsius. Sarandë, 7 deri në 14 gradë Celsius.